Selam aleikum. Ana I dëgjon Allahu pendimet, lutjet, faljet pa namaz, po që bisedon me lot. Aleikum selam wa rahmetullah. Po pse ato lot nuk I lëshon ndërkohë që jenë në sejdë? Pra I përulesh Allahut lartësuar, fal namaz, dhe aty në sejdë ja shpreh Zotit gjithësisë dëshirat, nevojat, pendimin. Gjithsesi Allahu I lartësuar të dëgjon, kudo që t'jesh. Zoti I gjithësisë e pranon robën e tij. Por ajo që unë të këshilloj është që të falësh namazin. Namazi është çelës suksesi, është lidhje me Zotin e gjithësisë. Është shkak për fshirjen e mëkateve. A bën të agjeroj kur kam njolla kafe para datës së menstruacioneve, po bën të agjerosh. Nuk e ndërpret agjerimin derisa të shikosh gjakun kuqerremt të ciklit. A prishet agjerimin në qoftë se vjellim pra nga goja kur na zë makina? Jo, nuk prishet agjerimi, sa ajo nuk po e provokon ti. Pra nëse ndodh që njeriu vjell pa dashje, nuk ka gjë, nuk prishet agjerimi, Allahu I rujt. Ohor, selam aleikum. Po kur e prishim agjerimin me qëllim, në më shumë se 4 ditë, si duhet veprojmë? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Me u pendu tek Allahu I lartësuar, me reflektu dhe me ndryshu. Agjerimi nuk është loj. Agjerimi nuk është loj. Prishja një ditë e agjerimi. Pra, pas një arsye, pa shkak, Zoti na rujt, vetëm çelja e agjerimit para kohe ka dënim të madh. Se ne përmendim ka shpërblim të madh agjerimi, një ditë po ta agjerosh për hir të Zotit largohet fytyra pra nga zjarri I xhehenemit 70 vite, një derë në xhenet është pra enkas për agjeruesit, por nga ana tjetër ka edhe dënim për ato I cili pra e prish agjerimin pa arsye. Prandaj me u pendu tek Zoti I gjithësisë, këto ditë me I kompensu mbas Ramazanit dhe gjitha ditët deri në fund me I agjeru. Është shtatzan në muajin e 4 dhe agjeron. A është mëkat për beben? A ndikon diçka negativ? Jo, nuk është mëkat. Pra agjeron, por nëse ti e shikon që se përballon dot, ose ke frikë se dëmton beben, pra nuk agjeron dhe ato ditë I kompenson pas Ramazanit. E nëse e shikon që agjeron se ke problem, atëherë agjeron. Allahu I rujt. A prishet agjerimi në qoftë se puthim njerëz në faqe? Jo, nuk prishet agjerimi. Nëse janë pra të afërm, s'ka asnjë gjë, e nëse janë të largët, atëherë çdo gjë, pra çdo gabim ose mëkat që bën, paksohet shpërblimi. Zoti I rujt. Selam aleikum, kam shprehi thot kafshoj thonjt dhe nuk mundem ta largoj. Më prishet agjerimi? Aleikum selam wa rahmetullah. Kjo ndodh pa vetdije, nuk ka problem inshallah, por mundohu mos të hash thonjt. Zoti I rujt. A prishet agjerimi nëse bëj vaksin? Nëse vaksina është ushqyese e prish agjerimin, për ndryshe jo, Allahu I rujt. A është e vërtetë që mundemi me pi ose me hangër deri në momentin që s'ka dal dielli? Jo, nuk është e vërtetë. Syfyri mbyllet pra në momentin siç e përmend Allahu I lartësuar. Dhe hani e pini derisa të dallohet pra fija e bardhë me fijen e zezë. Pra të nisë zbardhja. Agimi I vërtet, deri në atë moment. Dhe pra interesohu tek xhamia më afërt, programet që përdorim të ndryshme, pra e ke oraret. Dhe jo derisa të dal dielli. Nuk tha me hëng mëngjes. Tha me hëng syfyr. Allahu I rujt. A lejohet me pa 18 plus kur je me agjerim? Jo, or burr. Harami nuk lejohet me u pas mbas Ramazanit. Mundohu ta ruash veten tënde. Mundohu ti jesh I përmbajtur dhe në Ramazan, në agjerim, njeriu mësohet më së miri me këtë gjë. Pra se ti imagjinoj njeriu do të haj ushqim, do të pi pije dhe ndalet, e frenon veten. Jam me agjerim, ashtu edhe shikimin, nuk shef haram. Jo me agjerim. E kështu mësohesh inshallah. A do me marrë shpërblim sa më të madh?
atëherë me rrit shikimin. Zoti të rujt. Selam aleikum hoç, kam vrarë mishin e dhambëve dhe më ka rrjedh gjak. A prishet agjerimi të rujt Zoti? Aleikum selam, rahmetullah, amin. Allahu të rujt edhe ty, jo nuk prishet agjerimi. Zoti të rujt, Allahu ta lehtësoft. A duhet të japin studentët zekat nëse punojnë disa orë në javë? Zekatin e jep ai që ka arrit nisabin. Pra pasuria që ai ka depozitu e ka arrit nisabin. Dhe kjo pasuri ka pra sasin, pra që i bëhet detyrë me nxjerr zekatin, dhe kjo pasuri është tek ai, pra ka mbush vitin. Ky e nxjerr zekatin. E nëse studenti, pra lekët që ka, parat që ka depozituar e kanë arrit këtë gjë, atëherë e ka detyrë edhe ai me nxjerr zekatin. Por ajo është një shumë, pra tepër e vogël. Dhe ajo është haku, pra që duhet me nxjerr, nuk është pjesë e jotja. Ajo pjesë pra që ti të nxjerrësh nuk është e jotja. Është detyrë dhe Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an me nxjerr zekatin. Është pastrimi i pasurisë. Zoti ju rujt. Sekrecionet kafet e femrat, a quhen pjesë e ciklit? Nëse janë në fund të ciklit, po, derisa të pastrohesh pra krejtësisht, nuk e fillon namazin dhe agjerimin. Ndërsa nëse janë në fillim të ciklit, ti nuk e prish agjerimin derisa të shikosh pra gjakun kuqeremt të ciklit. Zoti ju rujt. Selam aleikum. Jo, përderisa është në gjumë, nuk quhet gjuna, dhe kur qohesh, merr gusull, agjerimi është i saktë, ndërsa të nevojitet gusull për të falë namazin. Allahu i rujt. Burri shoqes thot, por ne thirremi motra, xhelozon është normale, thot. Xhelozoka pra për to nga që kemi shumë raporte të mira, thot. Tani normal çdo mashkull xhelozon. Xhelozia është pjesë pra e pandashme e një mashkulli. Ashtu siç edhe femra xhelozon, por normal xhelozia të jetë me kufi, ashtu siç edhe shoqëria duhet të jetë me kufi çdo gjë, pra si i thon, gjella me krip e kripa me karar. Të falim namazet veç me shami, pa fustan të gjatë, sepse jemi thot fillestare dhe s'kemi marrë për momentin. Atëherë Allahu ju rujt, Allahu ju forcoft, Allahu ju pranoft namazin dhe çdo adhurim. Mund të mbulohesh me diçka tjetër, pra për shembull një çarçaf, një fustan të gjatë. E rëndësishme kur falesh pra mbulohet i tërë trupi. Zoti ju rujt. Ti ke thënë që kemi kohë të ham iftarin deri në syfyr. Me pak fjalë mund të ham sa herë të duam, apo jo? Nga iftari deri në syfyr, po. O hoxh, pse s'janë të përmendur të gjithë pejgamberët në Kur'an? Zoti të rujt. Kjo ndoshta ka urtësitë e saj, ndërto që çdo punë, sado e lavdruar, e nderuar tjetë ajo, njeriu duhet të synoj që ajo tjetë për Allahun e lartësuar. Dhe mjafton për njeriu që tjetë i njohur tek Zoti i gjithësisë. Të jetë i njohur tek Allahu i lartësuar, dhe nuk është me rëndësi pra ta din njerëzit. Këtu përfshi edhe profetsin, pra ka profet që ne i dim, por ka profet që i madhi Zot nuk na ka treguar për ta. Pra siç edhe thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, siç kuptohet për një ajeti në Kur'an. Kështu që ka urtësi të shumta, ndërto është kjo që përmenda. Hoxh, Allahu i lartësuar të ruajt. A është keq ta prishësh agjerimin nëse je i sëmur? Amin, Allahu i rujt edhe ju. Përderisa je sëmur, ke arsye, mund ta prishësh agjerimin. Pra nuk e përballon dot, e prish agjerimin dhe këtë ditë e kompenson mbas Ramazanit. Allahu i rujt. Kam shumë dyshime sikur është prish agjerimi im. E di shumë mirë që se kam prish. Pse kështu? Habibi, mos u bëj me vezvese. Përderisa nuk ke ngrënë diçka, nuk ke pirë diçka, je në rregull inshallah. Vazhdoje agjerimin. Allahu të rujt. Agjerimin nëse qajmë, jo nuk prishet agjerimi. Agjerim të lehtë dhe të pranuar. Dhe çfarë do lloj brengi të kesh?
çfarëdo lloj sikleti, vështirësie. Mos harro se agjeruesja e ka një lutje të pranuar. Shfrytëzoj këto ditë ti lutesh Allahut lartësuar, që të ta lehtësoj çdo gjë. Zoti ju rujt. Shëndetje hoxh, ku mund ta gjej tapetin e namazit për shëndetje? Atëherë, namazi mund të falet kudo. E rëndësishme vendi ku falesh të jetë i pastër. Mund të falesh në dysheme, në pllaka, në sexhade. E rëndësishme vendi ku falesh të jetë i pastër, ndërsa për sa i përket sexhadeve, interesohu tek këto dyqanet pra që shesin gjëra të tilla. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh, nëse blej thot parfuma më lirë dhe i shes më shtrenjt, a i kam haram ato pare? Aleikum selam wa rahmetullah. Tregti është dhe nuk është haram, pra tregtia nuk është haram. E rëndësishme mos mashtrosh. Pra e blen një mall i cili nuk është original dhe ta shesesh për original, kjo nuk lejohet. Ndërsa thjesht tregti ke vënë çmimin dhe je i drejtë në tregti, nuk ka asnjë problem. Shëndetje hoxh, nëse të tjerët të flasin keq ose folin keq për ty, a e ka gjunahe i person për shëndetje? Po, a i ngarkohet me gjunahe, ndërsa ti, nëse bën durim, shpërblehesh inshallah tek Allahu i lartësuar. A është haram të lozësh lojra me vrasje? Atëherë, përderisa janë lojra, nuk ka problem, por tek lojrat shiko a ka diçka që bie ndesh me fenë e Zotit, si për shembull me godit qaben, apo me i përseq dhe një idhulli. Nëse nuk ka ndalesa, pra nuk ka ndalesa fetare, atëherë nuk ka problem që ta luash si lojë. Aleikum hoxh, nëse vjell, a prishet Ramazani? Aleikum selam wa rahmetullah. Nëse nuk e provokon, jo, nuk prishet agjerimi, por nëse e provokon vetë pra të vjellurën, atëherë prishet. Po shave pa dashje e të thuash më fal o Zot, a prishet agjerimi? Nuk prishet agjerimi, por nëse shan me dashje, paksohet shpërblimi. Gjithsesi njeriu mundohet që në këtë muaj të jetë i përmbajtur, Allahu i rujt. Sepse nëse bëhesh i përmbajtur në këtë muaj, atëherë inshallah ndryshon edhe jashtë Ramazanit, pra bëhesh më i mirë, më i përmbajtur, nuk shan, nuk ofendon. O hoxha, e prish agjerimin nëse i lanë dhëmbët? Jo, nuk e prish agjerimin. Agjerim të lehtë dhe të pranuar. Thjesht atë zanë thot të vdesi dikush, thonë me vendos pejtë të kush, se thonë lind fëmia i zbehet si i vdekur. Bestytnia këto besimet kota, larg këtyre bestytnive. Zoti rujt. Nëse thot i dashur i mban Ramazan, a lejohet ta shoh ose ta takoj pa e prekur kur çelet iftari? Lidhjet jashtë martesore janë të ndaluara në Islam. Nëse vërtet e doni njëri tjetrin, atëherë lidhjen tuaj bëjeni ashtu siç kënaqet i Madhi Zot. Agjerimi është nga syfyri deri në iftar, ndërsa pas iftari, pra ka përfunduar agjerimi, por gjithsesi ne jemi në muajin e Ramazanit. Muaj ku njeriu duhet të përpiqet që ditët dhe netët t'i shfrytëzoj në adhurimin e të Madhit Zot. Kështu që unë ju këshilloj që angazhohuni më shumë me adhurimin e të Madhit Zot dhe mundohuni që në këtë muaj të bëni ndryshim, të përmirësoheni dhe të vazhdoj ky përmirësim edhe pas Ramazanit. Selam aleikum hoxh, unë thot kam me shku në Itali nga Kosova me autobus. A ban ta prish agjerimin? Aleikum selam wa rahmetullah. Udhëtari ka lehtësim për të. Pra e prish agjerimin dhe ato ditë kur fillon udhëtimin, pra pasi nisesh, e prish agjerimin dhe ato ditë i kompenson mbas Ramazanit. Për shembull, nëse udhëtimi është 1 ditë apo ke udhëtim 2 ditë, ato 2 ditë e prish agjerimin përderisa je udhëtar, ke lehtësim dhe i kompenson mbas Ramazanit. Por edhe mund ta agjerosh. Pra ti je ai që e vlerëson situatën. Allahu të rujt, Allahu ta lehtësoft udhëtimin, Allahu ta pranoft agjerimin. Amin. A duhet të japim zakat për paratë që na kanë dhuruar prindërit? Nëse shuma, pra që të kanë dhuruar është sa sasia që të bëhet obligim për të dhënë zakatin, pra ka arrit nisabin, atëherë ke detyrë që t'japësh zakatin, po ashtu nëse këto para
Pra jam tek ti, e kam plotësuar një vit hënor, për shembull qysh Ramazanin e kaluar deri në këtë Ramazan, atëherë duhet që të japësh zekatin. Dhe zekati është një prej shtyllave të Islamit, një prej 5 shtyllave të Islamit. Hoxh thot është 12 vjeç, e mban agjerimin, por nuk falem, thot dot. Çfarë të bëj? Mashallah, Allahu të rujt. Allahu ta pranoft agjerimin. Të këshilloj që të mësosh ta falësh edhe namazin. Mësoj edhe namazin. Allahu të rujt. Selam aleikum Hoxh, thot është 11 vjeç, shkon në taravi dhe falet dhe në shtëpi. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Allahu të rujt, Allahu të bëft të hajrit, Allahu të bëft të mbar. Nuk ka më mirë se sa një rini që rritet duke ju bind Allahu të lartësuar. Muhamedi alayhi salam përmend në një hadith që 7 kategori njerëzish do të jenë në hijen e arshit Allahut të lartësuar ditën e gjykimit. Atë ditë ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit Allahut të lartësuar. Dhe përmend Muhamedi alayhi salam edhe një i ri i cili rritet duke ju bindur Allahut të lartësuar. E lut Zotin e gjithësisë që ty të bëj prej tyre. Bashkë me ata që thon amin. Lejohet të agjeroj udhëtari, po lejohet të agjeroj. E ka lehtësimin, pra mund ta prish dhe kompenson pas Ramazanit të ditë, por edhe mund të agjeroj. Ka pas shok të Muhamedit alayhis salam që në udhëtim agjeronin. A prishet agjerimin nëse qethesh 0 dhe të disinfektojnë me alkool për mos të acaruar lëkura. Nuk prishet agjerimi. Agjerim të lehtë dhe të pranuar. Selam aleikum Hoxh, a e prish agjerimin me mbush dhëmball? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Mbushja e dhëmballëve nuk e prish agjerimin. Zoti rujt. Selam aleikum Hoxh, a na pranohet agjerimi nëse vazhdojmë të falemi në këtë muaj? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Ku ka më mirë se sa të falësh namaz? Filloi ndryshimin në këtë muaj. Falja e namazit, kush i fal 5 vaktet i premtohet atij xheneti. Filloi namazin në këtë muaj. Alus Allahun e lartësuar që të ta pranoj agjerimin. Në qoftë se jemi të agjeru dhe pa vetdije ham diçka, a prishet Ramazani? Jo, nuk prishet. Nëse dikush ha apo pi diçka me harres, nuk prishet agjerimi. Konsiderohet qerasje prej të madhit Zot. Allahu i rujt. Selam aleikum Hoxha, prishet agjerimin nëse pi ujë pa dashje. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Ngrënia apo pirja e diçkaje pa dashje nuk e prish agjerimin. Konsiderohet qerasje prej të madhit Zot. Allahu i rujt. Ta përqafosh e tjerë burrin gjatë ditës kur je me agjerim. Kjo e tjerë, kujdes. Marrëdhëniet intime e prishin agjerimin. Ndërsa nëse je person që e përmban veten thjesht për qafim, nuk ka problem, por mos i tej kalo. Përshëndetje Hoxha, kam thy dorën para do dite dhe s'mund të ri pa namaz. Si t'ja boj për abdesin? Përshëndetje, jo mos ri pa namaz. Namazin me e fal inshallah. Të shkuara, përsa i përket dorës, e lut Zotin e gjithësisë që të ta lehtësoj. Pra, gjymtyrët tjera i lan. Ndërsa dorën që e ke pra nallçi i jep mest. Asaj pjese pra i jep mest. Ndërsa gjymtyrët tjera aq sa ke mundësi pra i lan. Zoti u rujt. Dhe namazin me e fal. Përshëndetje, a i falin teravit gratë në shtëpi? Përshëndetje, po, mund t'i falin në shtëpi. Allahu i rujt, Allahu i apranoft, Allahu na mundesoft që të falemi gjatë këtyre netëve të Ramazanit, sepse ka shpërblim të madh. Kush falet gjatë netëve të Ramazanit, duke besuar dhe shpresuar në shpërblimin e Zotit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Allahu na lehtësoft, Allahu na mundesoft. Si të mësoj Kur'anin dhe si të mësoj të falem? Namazi është shumë thjesht. Shkruan në Google falja e namazit për fillestar, të del një flet palosje. Kjo, e shkarkon telefon dhe aty, duke i lexuar fjalët, pra duke i parë edhe veprimet e fal namazin. Po ashtu, tek kjo flet palosje ke edhe disa sure të Kur'anit, të cilat pra mund t'i lexosh në namaz. Allahu ju rujt. A prishet agjerimi në qoftë se na del gjak nga hundët? Jo, nuk prishet agjerimi. Agjerim të lehtë dhe të pranuar. O Hoxha, është i domosdoshëm namazi i sabahut? Po vallahi.
pasha Zotin i domosdoshëm është një prej 5 namazeve që kemi obligim. A do t'jesh në mbrojtjen e Allahut lartësuar? Fale sabahun. Çfarë i kushton njeriu? Çohet në mëngjes, pra merr abdes, filloje ditën marr, filloje me sabahun. Jesh i mbrojt prej të madhit Zot. Çdo njeri pra je në shtëpi, je në dhomën tënde, u çove, merr abdes, fale sabahun. Filloje ditën tënde mbar, je në mbrojtjen e të madhit Zot. A do mbrojtjen e Allahut lartësuar? Është shumë i rëndësishëm sabahu. Vetëm suneti, pra sunetet e sabahut, janë pra vlera e tyre më e mirë se dynjaja dhe çka kanë të. Po farzi sabahut, prandaj fale sabahun, kushtoj rëndësi, Allahu i rujt. O hoxh, më vdiq halla nga kanceri sot, në ditën e parë të Ramazanit. A është shenjë e mirë kjo? Ngushëllime për hallën tuaj, lut Zotin e gjithësisë që ta fal, ta mëshiroj. Besimtari, nëse pra sprovohet në këtë dynja, shpreson mirë tek Allahu i lartësuar, ose është pastrim për të, ose është ngritje gradash tek i madhi Zot. Pra në të dyja rastet, besimtari është i fituar, bën durim. Dhe unë lut Zotin e gjithësisë që hallën tuaj pra ta ketë mëshiruar. Patjetër, nëse një besimtar ndron jetë në Ramazan, pra agjëruesit, të afërmit e tij, do luten për të, që Zoti ta falë, Zoti ta mëshiroj. Ne e dim që agjëruesi e ka një lutje të pranuar, pra inshallah është mirësi që tjeta e lutje e pranuar. Selam aleikum, dua të bëj djalin thot sunet, dua të bëj gosti, po thojnë duhet brenda 7 ditëve, si duhet. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. E mira, suneti është që të bëhet pra në ditën e 7, bëhet sunet, i ruhet koka dhe priten për djalin pra 2 kurbane. Kjo është e mira. Pra kurbanet normal priten si në shenjë falenderimi dhe të madhit Zot. Por nëse nuk i ke mundësit, pra nuk e ke bërë sunet si i thonë ditën e 7, mund ta bësh më pas, nuk ka problem inshallah. Allahu i rujt. Përshëndetje hoxh, nëse ha ushqim më mbrapa kohës së iftarit, sepse jam në orar pune, a ka problem? Përshëndetje? Jo, nuk ka problem. Pra mundohu që të paktën sa të qelësh, 3 hurma, 1 hurm, ose nuk ke hurma uj, ose qel me diçka tjetër, pra hyri orari qel. Më pas, për të ngrënë ushqimin, haje kur dush. Gjithsesi edhe nëse ndodh për shembull që je në punë dhe nuk qel dot, qele më vonë, nuk ka problem inshallah, por suneti është me qel sa po hyn koha. Allahu të rujt. Selam aleikum, aprishet agjërimin në qoftë se i shërbejmë ushqim një pjesëtari të familjes që nuk agjëron. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk prishet agjërimi. Për shembull, dikush ka nënën ose babain që janë sëmur, nuk agjërojnë. I duhet për shembull që të gatuaj për ta, të jap ushqim. Nuk ka lidhje. Por edhe nëse dikush në shtëpi nuk agjëron, dhe ti ke gatuar dhe japësh ushqim, pra nuk prishet agjërimi jot. Agjërimi jot nuk prishet. Gjithsesi, nëse nuk ka arsye, pra i këshillon që ta agjërojnë, ti binden Allahut lartësuar, pra i fton që ti binden të madhit Zot, ndërsa agjërimi jot përderisa ti nuk e ke prish, nuk prishet. Zoti i rujt. Selam aleikum hoxhë nderuar, a quhet agjërimi pasi kemi një qen të vogël në shtëpi? Allahu të rujt. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Agjërimi quhet inshallah. Zoti ju rujt. O hoxha, prishet agjërimi në qoftë se luan skedina, paksohet shpërblimi. Bixholzi është ndër mëkatet më të mëdha. Pra ti po ri gjithë ditën pa ngrënë dhe pa pirë, për Allahun e lartësuar. Pra po ndalohesh nga ushqimi, nga pija që gjatë vitit janë të lejuara. Dhe po do që të bësh diçka që gjatë gjithë vitit është ndaluar.
Pra unë të këshilloj që të reflektosh dhe synoje të marrë shpërblimin sa më të madh të agjerimit. Nëse njeriu pra luan s'kedina, paksohet shpërblimi i agjerimit. Ti a do me marrë shpërblim pra sa më shumë, atëherë hiq dorë nga haramet. Allahu të rujt. Selam aleikum hoxh, ana pranohet agjerimi nëse nuk i kompensoj disa ditë. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Pra ata që kanë pasur ditë borxh nga agjerimi kaluar. A ju pranohet agjerimi këtij Ramazani? Po pranohet inshallah, ndërsa për ato ditë, nëse kanë pas arsye, pra i kompensojnë mbas Ramazanit. Nëse kanë pas arsye që nuk i kanë agjeruar gjatë vitit, i agjerojnë mbas këtij Ramazani. E nëse nuk kanë pas arsye, pendohen tek Zoti i gjithësisë dhe i agjerojnë mbas këtij Ramazani. Ndërsa këtë Ramazan, pra duhet ta agjerojnë. Allahu i rujt. Selam aleikum hoxh, nëse shikon pa dashje një gjë të ndaluar, a prishet agjerimi? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Jo, nuk prishet agjerimi. Gjithsesi mundohu ta ruash shikimin tënd. Allahu të rujt. Nuk kam dëshirë ta ndërpres Ramazanin. A mund të agjeroj dhe gjatë ciklit? A quhet? Jo, nuk quhet. Pra kur femra është me perioda nuk agjeron. Ato ditë e prish, pra e ka prish agjerimin, momentin që i vin periodat pra prishet agjerimi dhe ato ditë i kompenson mbas Ramazanit. Allahu i rujt. A mund të pim cigare mbas iftari? Para iftarit, pra gjatë ditës prishet agjerimi. Ndërsa pas iftarit ka përfunduar dita e agjerimit. Normal pirja e duhanit është e ndaluar, por nëse pihet mbas iftari, pra ajo ditë e agjerimit ka përfundu, nuk e prish agjerimin. O hoxh, të lutem, ku mundem ta gjej një Kur'an? Tek xhamia më afërt, shko dhe inshallah ta japin një Kur'an. Zoti ju rujt. Përshëndetje hoxh, inshallah na i pranon Zoti të gjithëve agjerimin. Përshëndetje, Allahumma amin ya Rabb. Selam aleikum hoxh, kam grënë syfyr mbrëm, thot, po sot më erdhi, thot, cikli agjerimi është i prishur, Zoti të ruajt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Po në momentin, pra, nëse të vjen cikli gjatë ditës, pra të vjen periodat gjatë ditës, prishet agjerimi. Ato ditë, pra, që je me perioda i kompenson mbas Ramazanit. Allahu ju rujt. Selam aleikum. A është e thënë në Kur'an lufta e tretë botërore? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Jo, në Kur'an nuk përmendet luftë e tretë botërore apo se do të ndodh luftë e tretë botërore. Kur'ani fton për adhurimin e Allahut të lartësuar, fton për moralet e larta, fton për drejtësi, fton për ruajtjen deri, fton për ruajtjen e lidhjeve farefisnore, fton për të jetuar i lumtur në këtë botë dhe për të fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar, fton për lumturi, për të arritë dhe për të fituar xhenetin e Allahut të lartësuar në botën tjetër.